Drejtoria Rajonale e Bordit të Kullimit Fier po vijon punën për rehabilitimin e argjinaturave që pësuan dëmtime gjatë përmbytjeve të fundit 2025 dhe janarit 2026. Ndërhyrjet janë përqendruar në segmentet më problematike me synimin për të rritur sigurinë e zonave bujqësore dhe për të minimizuar rrezikun nga përmbytjet në sezonet me reshje intensive. Specialistja e Bordit të Kullimit Elida Boçova shprehet se aktualisht puna është fokusuar në argjinaturën e lumit Vjos, ndërsa paralelisht po kryen ndërhyrje edhe në argjinaturën e lumit Seman. Në dëmtimet e pjesshme që ndodhen në këtë argjinaturë, ne kemi ndërhyrë urgjentisht gjatë përmbytjes dhe në momentin kur ujrat ishin duke ardhur. Kemi ndërhyrë në të dy krahët e kësaj argjinature, dhe në krahun e Vlorës dhe në krahun e Fierit. Nga vështrimet e janarit u dëmtua edhe bankina e kanalit Vaditës e njohur si Dega e Martinës, e cila shërben njëkohësisht si argjinaturë mbrojtëse. Njëkohësisht, pas tërheqjes së lumit plotësisht, ne kemi ndërhyrë në të gjithë pothuajse më të shumtën e rrjedhës kanaleve kulluz që derdhen direkt në Vjos, ose që ne i quajmë kanale të luginës së Vjosës. Të argjinaturën e Vjosës po punohet në Kafaraj për mbrojtjen e njëkohësisht dhe të tokave bujqësore, por mbrojtjen se aty është dhe stacioni ujit të pishëm dhe të mos ketë problematika do me gjatë përmbytjeve, po mbi ngrihet kurora në 3 kilometra, 3,ca kilometra të kësaj argjinature. Problematika të tjera në këtë argjinaturë ka edhe në Mallakastër, të cilët ne jemi koshient dhe i dim, por në një periudhë të mëvonshme, pasi mjetet i kemi patur në ngarkesë të plot pune gjatë këtij sezoni, sepse njëkohësisht po punohet edhe në argjinaturën e lumit Seman, sidomos në krahun e djathtë të rrjedhës së këtij lumit, ku pati dhe problematikat në përmbytjet e 2026-s. Punimet në argjinaturën e Vjosës përfshin rehabilitimin e rreth 3,4 kilometrave, ndërsa pas përmbytjeve të vitit 2017 ishte investuar në afro 4,6 kilometra të kësaj vepre mbrojtëse. Sipas specialistëve, mbeten ende segmente problematike veçanërisht në zonën e Mallakastrës, ku ndërhyrjet do të vijojnë në një fazë të mëvonshme. Ndërsa argjinatura e lumit Seman konsiderohet sfida më e madhe. Sipas specialistëve të Bordit të Kullimit, ajo ka nevojë për një studim të detajuar hidroteknik për të vlerësuar kapacitetin e saj përballë prurjeve të lumit dhe shkarkimeve nga hidrocentrali i Banjës, si hap i domosdoshëm për një rikonstruksion afatgjatë.